Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë reaguar me shqetësim të thellë ndaj vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë për të mos miratuar rezultatet përfundimtare të listës serbe, partisë më të madhe të komunitetit serb në vend, nga zgjedhjet e parakohshme parlamentare 28 dhjetorit. Në një deklaratë për media, zëdhënësi BE-s theksoi se mos konfirmimi i rezultateve për listën serbe rrezikon të dëmtojë besimin në procesin zgjedhor dhe përsëriti thirrjen për depolitizim të punës së KQZ-s. Është e rëndësishme që të gjithë kandidatët e zgjedhur të mund të marrin mandatet e tyre në kuvend. KQZ-ja miratoi më 31 janar rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve për partitë e tjera, por shmangu konfirmimin e 9 kandidatëve të listës serbe, duke nxitur reagime të forta nga vetë partia dhe autoritetet e Beogradit. 3 antarë të KQZ-s votuan pro, 2 antarë nga lëvizja vetëvendosje kundër, ndërsa pjesa tjetër abstenuan. Në përgjigje, lista serbe ka dorëzuar një ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, duke cilësuar vendimin e KQZ-s si të palishëm dhe diskriminues. Sipas partisë, vendimi anulon mbi 42.000 vota të fituara nga komuniteti serb në zgjedhjet e dhjetorit, ku lista serbe fitoi 9 nga 10 ulset e rezervuara për serbët, ndërsa një ulse shkoi tek Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë e Nenad Rashiqit. Reagimet e ngjashme kanë ardhur edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zëdhënësi i ambasadës amerikane në Prishtinë theksoi se çdo përpjekje për të penguar përfaqësimin e listës serbe minon të drejtën e qytetarëve për të zgjedhur dhe partneritetin midis Kosovës dhe SBA-s. Edhe misioni OSBE-s në Kosovë po ndjek me vëmendje situatën dhe ka bërë thirrje për transparencë në publikimin e rezultateve, si dhe për respektimin e standardeve ndërkombëtare zgjedhore. Nga zgjedhjet e 20 dhjetorit, Lëvizja Vetëvendosje fitoi 57 ulse, Partia Demokratike e Kosovës 22, Lidhja Demokratike 15 dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 6 ulse. 10 ulse për komunitetin serb u shpërndan midis listës serbe dhe Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, ndërsa 10 të tjera janë të rezervuara për komunitetet jo shumicë. Situata e krijuar me mos konfirmimin e listës serbe ka rritur tensionet politike, duke shkaktuar reagime ndërkombëtare, duke vënë në pa sfidat për ruajtjen e stabilitetit dhe funksionimin e institucioneve demokratike në Kosovë.